Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, toneja jonë gjithmonë është shqiptarët e tonë në suksesshëm që janë për Amerikë, pra sot kemi ndalu këto në Avon të Connecticut, ku kemi ardhën të shikojmë një galeri që quhet Kalaveshi Studio Gallery. Edhe është një nder i madh që do të shkojmë të vizitojmë këtë galerinë, ta shikojmë se çfarë fotografi ka këto. Me qenë se erdhëm ta vizitojmë edhe galerinë, këtu ja pranë meja kam edhe pronaren, me të vërtet është një fjalë popullore që shqiptarët e tonë, kudo që janë suksesi ty në gjithmonë, se thuhet me një fjalë shkrep. Ashtu. Edhe ju keni ardhur prej Gjilanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës me këtë galeri të bukur sot që keni hap madhështore, edhe si o ka shkon? Faleminderit Noli për fillim që ki ardhur mas pari me na po edhe me na vizitu. Është show i tretë me radhë që jemi ty e bën në galerinë tonë, edhe këtë radhë muj me thonë që njerëzit kanë ardhur masivikisht, punë kanë qenë jashtëzakonisht mira, saqë juria e kishte me të vërtet vështirë për mi bo përzgjedhjen e pikturave. Deri tash mirë është ka shkon, jemi zgjonu pak, tash e tutje kemi me pas edhe klasë tartit që ofrojmë këtu, paint nights që shithojnë këta këtu, dhe birthday parties for the kids kemi me pas. Kështu që mirë, gjithçka është i shku mirë, inshallah kemi shnet, që ajo është me rëndësi. Verzioni punës juaj i galerisë si është? Misioni i galerisë sonë është që me i ofru artistat e gjithë Connecticut, po dhe me gjërë nëse ka mundësi me ardhë. Kemi jashtëzakonisht dëshirë me pas edhe shqiptar artista, ajo është një privilegj i madh. Absolut dëshira jonë prej shpirtit. Mirë po, gjithë artistat që vinë këtu të ne e kanë një trajtim të jashtëzakonisht fair, edhe mundohemi mi prezentua të artista sikur punën tonë. Kjo, do me thonë, nisemi prej veti që shdojmë, kështu që edhe tjerve i ofrojmë të njëjta gjëra. Besa ju e dini se ky vend këtu në Avon të Connecticut është ndër vendi më i popularizuar, siç thuhet me një fjalë popullore, njerëz më të famshëm të jetojnë në këtë rrethinë, edhe të arritni ju një sukses që të hapet një galeri këtu me shkollë ku po shifen edhe bankat këto. Atëherë, çka ju ofroni nxënësave këtu? Sa orë klasë? Tani, programin që e kemi është program ma shumë argëtues se program edukativ. Programi edukativ vjen e lansojmë në shtator, ndërkohë që për tash, kemi programin vetëm për ditëlindje, për nxënësa, për fëmijë e kom fjalën, edhe si campaign për mbrëmje për të rriturit. Ma shumë është për argëtim kjo punë. Klasët fillojnë shtator dhe kanë me qenë klasë 6 javore, 7 javore, varësisht prej instruktorit, se kemi me punësu edhe instruktor tjerë. Dëshira jonë është që të kemi sa më shumë larishmëri. Normalisht na çka e bomi vetë ato dhe vetë i mami disa klasë, po arti ka qaq shumë varietete sa që kemi mundu e si cilit mi ofru mundësin, edhe nëse kanë dëshirë këtu kanë me pas venin. Ka mundësi të na tregoni ku mund t'ju gjejmë? Po, te Kalaveshi Arts në web faqen tonë, kemi Kalaveshi Arts Instagram, Facebook, gjitha platforma sociale,
Mirë po, mas shumëti është mirë me kliku e Kalaveshi Arts webin tonë. Atëherë, prapa hezitim do të shkojmë mbrapa, do të shikojmë, do të marrë mendimet edhe të amerikanëve se sa ju pëlqen kjo galeria juaj edhe kështu që do të jetë diçka një fenomen më. Shqiptarët tonë mos u ndani kur për neve të sukseseve tona që janë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës për shqiptarëve tonë. Unë do të mundohem gjithmonë që t'ju sjelli surpriza, t'ju sjelli njerëz që me të vërtet i ka hije edhe shqiptarisë tonë. Faleminderit Nol. Faleminderit shumë. Miradh shqiptar. Pra atëherë Me qenë se po flasim shqip, se për ndryshe gjithë janë të mirë se ardhur në galerinë tonë. Faleminderit. Hello, I am Noli from Noli TV, from Albanian TV. So I want to see how you like this gallery. I'm going to go for this. I really love it. I'm showing over there, but I came in. It's really lovely space, really beautiful artwork, and everything's curated so well. I really love it here. You guys live in this area? We go to the University of Hartford, so we're about 16 minutes away right now. But yeah, around the area. What do you think about the pictures? I think they're honestly amazing. I love the creativity of everyone and like how everything's framed so differently. So it's really cool. You like the place, you like the Yes. photos, you like everything, Oh, right? so very much. It's really quaint here. It's quite lovely. I have never been in like a gallery that's like this small. It's really delightful, actually. What do you think about the pictures? I really love them. They're all really nice and beautiful. I've been walking around and I think all of them are really awesome. How about you? You enjoyed with this beautiful woman's here? Yeah, Huh? What do you think about the pictures? What do you think about the atmosphere here? they're really good. I really like this gallery. It's my first time here. It's so nice to have Yeah. you guys here. So I'm sure you guys having fun here, right? Yeah. Okay. Thank you very much. How about these beautiful ladies? How are you guys doing? Just wonderful. We are from Albanian TV, from Noli TV. So we just came to search and to check to see this beautiful people here. Oh, that's wonderful. How do you like this gallery? A friend brought me tonight, a friend who has some work here. It's a beautiful show. It's a nice space too. A wonderful family. Wonderful family. I'm sure the Albanians, they're a good family, right? Absolutely. I don't. What do you think? What do you think about the arts? About the art, I the think pictures, everything, whatever you see. I think the ladies are doing an excellent job attracting wonderful artists. Yeah. Okay. I really do. I congratulate them. Thank you very much. It was so nice to have you guys here to enjoy the time, you see the pictures. That's perfect, right? Beautiful stuff. Thank you very much. Very happy that they're here. Very happy. Thank you very much. Enjoy it, guys. Thank you. Sir, I'm going to ask you a question. How you enjoyed here? Because we are from Albanian TV. Oh yes, I really enjoyed it very much. I'm enjoying the art, the people, and So what are you drinking? I have a little bit of wine that I Nice. finished. Yeah. Beautiful wine with a nice guitar, Yes, wonderful Look at the guitarist, pictures. jazz guitarist. and you're having fun. That's right. How about you, ma'am? It doesn't get any better. That's good. Yes, it does not get any better. She has. I have a piece in the show, and this is a lovely way to celebrate all of us being in the show and to introduce us to a very new gallery here, which is great. Thank you very much for being here, okay? You're welcome. Thank you. So we want to say thank you very much for this beautiful decoration, number one. Number second, you guys are part of this gallery. Yes, with we are your the mom, owners of the with gallery. everybody else. And I'm loving your work. Thank you so much. So this is an exhibition that has over 50 pieces by 35 artists, local artists from Connecticut. It is a juried show, which means that artists have submitted their work, and then our juror, Paoletta De Lucia, who is an amazing artist herself, she did the jurying and she selected those pieces to be displayed on our walls. And the show is going to be open until April 27th. Wow. So if you're interested in coming to see it,
We're open 11 to 4 most days except for Mondays. I just spoke to your mom in Albania, so I Okay. wanted to talk to you to see what is this location, where the people can find you, So- and then what kind of classes do you guys have? So the location of Kalaveshi Arts is in Avon, Connecticut. I mean, if you just Google it, you'll find the actual address. I'm not going to say it here, but Avon, Riverdale Farms. I mean, we're going to have different types of activities, paint nights, birthdays, parties for kids on the weekend, and then starting in September, we're going to have fine art classes where other artists are going to come and teach their techniques in our studio. We're also going to do a youth camp during the summer. Let's see, what else is there? And of course, more exhibits. Yeah, maybe I forgot something. I feel like I forgot something. Do të flas pak shqip se ne shqiptarët jemi gjithmonë të suksesshëm, edhe prania jon televizive në këtë galeri të bukur nga duart e arta të mamit tan, dy motrave të juve, kjo është një privilegj i madh. Kështu që ju urojmë çdo të mirat në jetë. Dua ta qartësoj që në këtë ekspozitë punët cilat i shihni për momentin janë prej artistëve të tjerë, kurse punët e tona janë në hapësirën tjetër që është studio. Atëherë kjo është një gjë e mirë që bëni bashkëpunimin edhe me amerikanët, me njerëz me shumë të ngritur dhe shumë të lartë. Kështu që ju uroj sukses dhe mos u ndaloni kohë. Faleminderit që ke ardhur. Pra, të nderuar shikues, kjo është një gjë shumë e bukur, një mrekulli e madhe që gjithmonë shqiptarët e tonë janë të suksesshëm edhe nuk ndalojnë kur për jetë, vetëm se vazhdojnë punë. Suksese për shqiptarinë tonë, anë banë kudo që janë. Faleminderit. Hello everybody. Hi. I guess I should have done this a little earlier when more people were here, but my name is Saranda because I feel like I haven't met everybody. I'm one of the owners of the Kalaveshi Arts Gallery. Together with my mom and my sister, we've opened this gallery 15 months ago and we're hoping to get going. We have also just opened our studio on the other side. If you guys haven't seen it yet, we welcome you to that other space as well just to see it. We're going to do classes there, paint nights, I mean, birthday parties for kids, a lot of fun stuff. We're hoping that by doing that, we're going to be able to sustain the gallery because this is very important to us. And it is also very important that you guys continue submitting your works. Each show gets better and better. I mean, this show is absolutely amazing. We had such fun putting these pieces together on the walls, and we're very happy how it all turned out. But it wouldn't have been possible if you guys hadn't participated. So thank you to all of the artists for doing this with us. Thank you. The third place for the show goes to Judith Secco for hydration. All right, got it? Thank you so much. The second place for the Spring Small Works Joint Exhibition goes to Ruth Jacobson for Ritual. Congratulations! Thank you. Of course. Hey. Thank you. The best of show goes to Geni Gorani for her Sacrifice. Thank you so much. Can you tell me how happy you are today? I'm very happy. Thank you. Yeah, it's a prize. You deserve it, right? Well, yeah. Oh, yeah, of course. So, how long have you been coming over here? Actually, the first show I did here was during the summer. They had a small work show, and I participated, and I won an award, and I actually sold all 3 pieces. So I thought, well, I'll come back. Congratulations, and I hope you win again. Thank you very much. Yeah, happy to be here. It's a really nice little gallery and really nice people. Really nice. I am so happy to see you here, and then you win. Then I win. I'm happy to be here too. And then I win. I was What did really you win? shocked. I won second prize. There's my painting right there. The man way on the other side of the gallery. Okay. So how happy you were here to be? Oh, very happy. It's just a beautiful new gallery. To me, I've never seen it before. This is the first time I'm here. And I met Saranda and her family at the West Hartford Art League. Okay. And then they're just so lovely. They're wonderful, wonderful people. And
I said, sure, I'm going to enter. And then you win. And then I win. Can we see where you win? I won second prize. Okay, wow. Very nice. Very nice. That's good. That's good. It's so nice to see this. You win, and then I hope you're going to win again. Why not? Why not? Yeah, you just show up here and you're going to win. You're going to do something. You're just going to keep- bring something. You win. I just keep painting. Unë thamë për vetë gjithmonë se suksesi i shqiptarëve s'ndalën kurrë, apo? Jo. Ha? Nuk ndalon. Edhe me të vërtet është kënaqësi e madhe kur shifen shqiptarët punojnë edhe në fund marrin mirënjohje. Për televizionin tonë të na thuash pak si e ke emrin dhe kush jeni dhe çka bani. Unë që më Shkelzen Gorani. Kam marrë në Amerikë prej vitit 2000, mas luftës. Përndryshe kam studiu përpara arkitekturën. Mirë po, nuk jam marrë me te. Në kohën e ri për kaloj me punime, mas punës. Zakonisht me laps, ngjyrë ujit, kam fillu akrilik, kam përdorur edhe ngjyrat e vajit. Edhe punoj veç kohë pas kohë në kohë të lirë. Sa që ndjen veten, çfarë kënaqësie ki kur i sheh kolegët e to që arrin një sukses të madh. Jo e tani ky vend shumë është i shtrenjtë, vani i popularizuar është, edhe të hapet për shembull një ekspozit këto, edhe ta marrin këtë vendin, punojnë, edhe të janë të suksesshëm, çfarë mendon? Unë e gëzona shumë, sidomos për këto gra që kanë marrë përfshi për me udhëheq galeri, në kushtet janë pak të vështira, dhe po gëzohem që po udhëheqin me sukses. Është vështirë me mbjetu prej artit, mirë po, unë po shpresoj se këto do t'ja dalin, edhe po më duket që mirë po shkojnë rrugës drejt edhe si shifet suksesi nuk po mungon. Asë se të shqiptar nuk më të bënë kërë. Unë njoftova me to edhe për një mirë që po marrë pjesë, gëzona shumë, do të marrë pjesë për sëri, shohim se si do të vjen koha më të tje. Me marrë pjesë është kënaqësi. Nga cili vend jeni? Unë kam lindë në Shkup, kemi migru në Kosovë 78-ave, atje kemi jetu deri sa ka filluar lufta edhe mandej jemi ardhur këtu, momentalisht jetojmë, punojmë këtu. Të përgëzoj për çdo gjë, për punë, për sukses, për arritje, kjo është një fenomen i joni shqiptar. Faleminderit shumë, kënaqësi ime. Si familje që jeni këtu në Avon, ju keni korë një sukses shumë të madh me këtë galeri dhe me këtë vend që keni këtu, me këto ekspozita, me hapjen e mini shkollës, ju si një aktore, si e shef nanën edhe motrën në këtë pikë. I shoh si artiste, të dyat e kanë vlerën e vetë dhe mënyrën se qysh performojnë. Motra jam edhe aktrimin e ka të krym, edhe nana jam është vërtet artiste, se është shumë e mirë në poteri, që veç vlen t'ja tregoj punën është e mamit, edhe gjithë shka që mami prek, është artë në vete, në falë. I shoh si shumë përkrase, unë absolutisht nuk muj me pa të ardhmen, pa të dyja, se na e kemi kriju këtë bashkë këto. është që që përbashkë që si cila e ka vendin e vetë. I shoh jashtëzakonisht rëndësishme. Kështu që unë ju përgëzoj për punën, për arritjen, për suksesin e familjes tuaj këto, në një vend shumë famos këto dhe në një vend shumë të bukur. Unë të falenderoj ty Nol që gjithmonë je përkras për komunitetin tonë, kudo që është, nevoja Noli është in there, po të falenderoj shumë me zemër që ke ardhur me na pa, me na vizitu, edhe po shpresoj me pas kohë të këndshme. Atëherë, unë nuk kam për të ndalër, për të shfaqur suksesin e shqiptaro-amerikanëve që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se është një fenomen duke u bë, edhe po bëhet gjeneratat e reja, njerëz të ri, si ju nuk ndaloni punoni. Kështu që për Noli TV, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit Noli.